Kush është Eldi Hoxha që në mëngjes u emërua sekretari përgjithshëm në Bashkinë e Tiranës dhe në darkë u prangos nga SPAK si kontrabandist cigaresh? Prokuroria e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar SPAK zbuloi se Babe Bir, Ilir dhe Dario Jashari drejtonin një skem të madhe kontraband cigaresh ku të përfshirë janë zyrtar, doganor, biznesmen dhe shtetas të huaj. Për 15 persona është caktuar masa e sigurisë arrest në Burg, ndërsa 21 masat e tjera janë detyrim paraqitje dhe ndalimi i daljes jashtë shtetit. Referuar njoftimit të SPAK, mësohet se një nga personat për të cilat është zbatuar masë siguri është Eldi Hoxha, i cili në 28 maj 2025 është emëruar sekretari përgjithshëm në Bashkinë e Tiranës, ndërkohë që në të njëjtën ditë në mbrëmje ndaj tij është zbatuar urdhër arresti. Mësohet nga mediat se Eldi Hoxha më parë nga muaji nëntor 2020 ka mbajtur postin e shefit të departamentit operativ hetimor në drejtorinë e përgjithshme të doganave dhe është denoncuar disa herë në media për shkelje të rënda në dogana, duke favorizuar biznese të ndryshme. Gjithashtu Eldi Hoxha është një nga pjesëmarrësit e grupit të çunave problematik të tërmetit të Gjiknurit në dosjen 184 në Dibër. Sipas njoftimit të SPAK, ndaj Eldi Hoxhës janë caktuar 2 masa sigurie, ndalimi i daljes jashtë shtetit dhe detyrimi për t'u paraqitur në policinë gjyqësore si personi dyshuar për kryerjen e veprave penale kontrabanda nga punonjës që lidhen me veprimtari doganore. Caktimin e masës së sigurimit, ndalimi i daljes jashtë shtetit dhe detyrimi për t'u paraqitur në policinë gjyqësore të parashikuara nga nene 233 dhe 234 të kodit të procedurës penale ndaj shtetasit nën hetim Eldi Hoxha, i biri Vladimir dhe Elvira i datlindjes 5/10/1982, me kombësi dhe shtetësi shqiptare, i martuar me numër personal 121005149F, me adres banimi rruga Barikadave në D 32 H1 kati 8 njësi administrative numër 9 Tiranë, i dyshuar për kryerjen e veprave penale kontrabanda nga punonjës që lidhen me veprimtarin doganori parashikuar nga neni 175 i kodit penal. Urdhërohet personi nën hetim Eldi Hoxha të mos largohet nga territori i Republikës së Shqipërisë pa autorizimin e gjykatës në referim të neni 233. Pika 1 të kodit të procedurës penale, ndalimi daljes jashtë shtetit. Ndalohet përdorimi i pasaportës dhe dokumentave të tjerë identifikues të vlefshme për daljen jashtë shtetit për personin nën hetim Eldi Hoxha. Urdhërohet personin nën hetim Eldi Hoxha që të paraqitet para oficerit të policisë gjyqësore, zotit Julian Marko, pranë byros kombëtar të hetimit të nënën e parë dhe të tretë të muajit ora 12:30. Gjithçka lidhet me një skem të madhe kontraband cigaresh. Personat e dyshuar kanë vepruar në kuadër të një grupi të strukturuar kriminal me qëllim kontrabandimin e cigareve të prodhuara brenda territorit të Shqipërisë për në vende që qindhe më pas në ato të BE-s. Grupi i strukturuar kriminal në më shumë se 30 raste ka ndryshuar destinacionin dhe më pas shkarkuar ngarkesën e destinuar për firmën porositëse në territorin shqiptar me qëllim kontrabandimi në vendet qinje pa patur detyrime doganore.